Të dashur dëgjues të Radio Maris, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Po vazhdojmë me temat kateistike të cilat janë 12. Sot do të ndalemi te tema e 12, e cila është jeta e krishter, thirrje për të jetuar me Krishtin. Feja nuk është vetëm një koncept, por një marrëdhënie personale me hyjin. Si çdo marrëdhënie e mirë, ajo kërkon komunikim të vazhdueshëm. Si realizohet kjo? Përmes lutjes së përditshme, fillo ose mbyll ditën me një lutje falënderim, kërkesë ndihme, lutje për familjen, për njerëzit në nevojë dhe për gjithë botën. Përmes leximit të shkrimit të shenjtë, zbulo fjalën e hyjit e cila na drejton dhe na jep forcë për çdo ditë. Përmes adhurimit dhe heshtjes, gjej pa kohë për të ndalur në heshtje, duke dëgjuar hyjin në zemrën tënde. Fenë e vërtet e shohim në dashuri ndaj të afërmve që na rrethojnë dhe ndaj njerëzve që i takojmë. Si realizohet kjo? Duke bërë mirësi të vogla për çdo ditë, në një buzëqeshje, një fjalë e mirë dhe ngrohët, një ndihmë për një të varfër, për një fëmijë, një në nevojë, të jemi bekim për çdo njeri që takojmë apo kudo që takojmë, duke jetuar sipas urdhërimit të Jezusit. Duaje hyjin dhe të afërmin tënd, por si vetveten, duke u kujdesuar për familjen, miqt dhe bashkësinë. Ata janë shkolla ku mësohet dhe ushtrohet feja. Fen nuk e jetojmë vetëm për vete, por dhe brenda bashkësisë së kishës. Si mund të realizojmë këtë? Duke marrë pjesë rregullisht në mishë dhe në sakramente, duke u bashkuar me grupe besimi, katekizëm, lutje ose adhurim, duke dhënë kontributin tënd në aktivitetet e kishës dhe duke ndihmuar të tjerët të rriten në besim. Feja është dhurata e hyjit, por është përpjekje e njeriut. Kjo realizohet duke jetuar sipas vullnesës së hyjit, duke lutur për hirin që të ndihmoj në momentet e vështira, duke kërkuar falje kur gabon dhe puno për të përmirësuar gabimet dhe veten. Të tjerët kur nuk mund të ndryshojmë, por veten mund të ndryshojmë. Mjerisht, ne njerëzit dëshirojmë për herë të ndryshojmë të tjerët, por jo vetëm. Çdo ditë përballemi me zgjidhje nga të vogla të mëdhat. Zgjedh ato që përputhen me mësimet e Krishtit. Praktiko ndershmërinë, drejtsinë dhe faljen. Mos harro se edhe gjeset më të vogla mund të janë shprehje të fesë së gjallë. Rri larg nga gjërat që na largojnë nga hyji. Kujdes nga zakonet, mendimet apo njerëzit që të largojnë nga feja. Mos lejo që stresi, ankthi apo materializimi të zënë vend në zemrën tënde. Kërko paqe të brendshme në hyjin dhe lullëzim shpirtëror në jetën tënde. Të jetosh fenë në jetën e përditshme do të thotë të kesh një zemër të përkushtuar ndaj hyjit në çdo moment, në lutje, në marrëdhënie me të tjerët, në zgjedhje dhe në përballjen me vështirësitë. Feja nuk është diçka që mund të ndahet në pjesë, por është çdo frymëmarrje shpirtërore, çdo veprim i dashurisë, çdo moment lutjeje
dhe shërbimi. Lumnit e Krishtit janë si qëndrim dhe program i jetës së krishter. Lumnit janë udhëzime jetësore ose bekime të cilat Jezusi na shpalli në mal, të shkruara në Ungjilin sipas Mateut, Mateu 5:3-12. Ato përshkruajnë cilësitë dhe qëndrimet që çojnë në lumturi të vërtetë dhe në jetën e përhershme. Pra duke jetuar sipas lumnive, jetojmë me Krishtin i cili ka shpallur dhe i ka jetuar. Duke jetuar sipas tyre, jetojmë me Krishtin. Në thelb, lumnit janë dëshmitë e jetës së përmbushur me hire dhe bekime të Zotit, një thirrje për të jetuar në mënyrë të ndershme me përshpirtëri, mëshirë dhe drejtësi. Lumnit nuk janë vetëm virtyte të dëshiruara, por qëndrime konkrete dhe praktike që formojnë karakterin e të krishterit. Ato janë një lloj manuali shpirtëror për jetën e përditshme, ku përshkruhet si duhet të jetë një person i lumtur dhe i bekuar nga Zoti. Për shembull, të jesh i varfër në shpirt do të thotë të jesh i përshpirtshëm dhe i vetëdijshëm për nevojën për Zotin. Të qash për mëkatet dhe vuajtjet e botës është shprehje e dëmshurisë dhe së thellë. Të jesh i butë dhe i drejtë është të veprosh me dashuri dhe drejtësi në çdo marrëdhënie. Ato nxisin një jetë të thellë, lutjeje dhe bashkimi me Zotin. Lumnia e zemrës së pastër tregon sinqeritetin dhe kërkimin për qëllimet tona. Lumnia e paqes është frut e një besimi të thellë dhe një lufte për paqe, në rand të parë në ne e pastaj në botë. Unë nuk mund të sjell paqe në familje nëse nuk e kam atë paqe në zemrën time. Unë nuk mund të sjell paqe në botë nëse nuk kam paqe në familjen time. Latinët kanë thënë nemo dat quo non habet. Nuk mund dikush me dhënë diçka çka nuk ka. Nëse nuk e kam paqen në zemrën time, nuk mund të sjell paqen as në familje, as në botë. Lumnia e atyre që promovojnë drejtësinë është thirrje për angazhim në jetën e drejtë dhe në shërbim të së drejtës ndaj të tjerëve. Mëshira dhe falja janë bazë për marrëdhënie të shëndetshme dhe të begatshme shpirtërore. Të vuash për të mirën e të tjerëve na mëson se dashuria është flijuese. Të jesh i gatshëm për ndjekje, për drejtësi është dëshmi e fuqisë së besimit dhe e kurajës për të qëndruar besnik ndaj Zotit dhe në sfida të vështira. Në thelb, lumnit janë thirrje për të shejtruar në jetën e përditshme, për të jetuar jo sipas standardeve të botës, por sipas frymës së Krishtit. Ato na bëjnë të kuptojmë se lumturia vërtet nuk vjen nga pasuria apo pushteti, por nga feja dhe dashuria ndaj Zotit dhe dashuria ndaj njerëzve. Jezusi i përfundon lumturit duke premtuar, lum ata që vuajnë për shkak të drejtësisë, sepse e tyre është mbretëria e qiejve. Kjo do të thotë se edhe në vështirësi, për ndjekje apo vuajtje, besimtari gjan forcë dhe shpresë në Zotin duke ecur në rrugën e lumnive. Lumnit janë udhëzimi më i drejt për drejt dhe i bekuar i Jezu Krishtit
për mënyrën si duhet të jetojmë. Si të krishterë, ato nuk janë vetëm fjalë të bukura, por thelb i jetës krishterë, që kërkon përvojtëri, dashuri, drejtësi dhe besim të palëkundur. Të jetosh sipas lumnive do të thotë të marrësh qëndrimin e Krishtit përballë botës, të bëhesh dritë dhe krip në bashkësinë tënde dhe të ecësh në rrugën që të çon drejt lumturisë së përjetshme. Kisha lumnit i ka parë gjithmonë si përmbledhje më të thellë dhe më të pastër të mësimit të Krishtit për jetën shpirtërore. Në liturgji, katekez dhe predikime, ato përdoren si udhërrëfyes për shejtërinë dhe jetën e krishterë. Shën Augustini i përshkruan lumnit si manifestimin e shpirtit të Krishtit në njeriun, pra si qendrat e virtyteve që duhet të rriten në shpirtin e besimtarve. Shëngjoni theksante se ato janë hapat e domosdoshëm për të bërë bashkëpunëtor i hirit hyjnor. Etrit e kishës, si Shën Bazili i Madh, Shën Gregori i Nazianzit dhe Shën Gjon Gojarti, kanë komentuar gjatë mbi lumnit, duke i lidhur me jetën praktike. Ata theksonin se lumnit kërkojnë përvojtëri të thellë, sepse pa përvojtëri nuk mund të jetohet as një prej tyre, për shembull të qenit i varfër në shpirt. Lumnit nuk janë ideale të paarritshme, por janë udhëzues që çdo besimtar mund t'i ushtrojë në jetën e përditshme. Shenjtërit, përmes shembullit të tyre, tregojnë se me hirin e Zotit këto qëndrime mund të bëhen realitet. Etrit e kishës shpjegojnë se lumnit nuk mund të arrihen vetëm me përpjekje njerëzore, por janë dhurata të hirit të Zotit, që formojnë një bashkëpunim midis Zotit dhe njeriut. Shën Pali në letrën e tij thekson rëndësinë e shpirtit të shenjtë që të shndërrojë njeriun dhe zbatimi i lumnive të jetë pjesë e natyrës së tij të re. Etrit e theksojnë se vetëm me lutje, sakramente dhe jetë të thjeshtë të krishterë mund të rritemi në lumnit. Kisha e parë dhe më pas etrit e kishës i pan lumnit si shenja dalluese të bashkësisë së krishterë në botë. Në botën e lashtë pagane, lumnit përfaqësonin një kundërshti të fuqishme ndaj vlerave botërore si arroganca, materializmi, egoizmi. Etrit e kishës i konsideronin si udhërrëfyes për krijimin e një bote të re në Krishtin, ku mbretëron dashuria dhe thjeshtësia dhe drejtësia. Etrit shpesh inkurajonin meditimin e përditshëm mbi lumnit. Duke reflektuar mbi secilën lumni, njeriu kontrollon vetveten dhe rritet shpirtërisht. Shën Gregori i Nazianzit shkruante se lumnit janë si drithërat e farës të mbjellur në zemër që duhet ujitur me lutje dhe me vepra. Kisha dhe etrit e kishës shohin lumnit si thelb të jetës së krishterë dhe rrugën drejt shejtërisë. Ato janë udhëzime konkrete dhe frymëzuese që kërkojnë bashkëpunimin me hirin e Zotit. Lumnit janë shenjë dalluese jetës së bashkësisë së krishterë në botë dhe mënyra për të jetuar si nxënës
të Krishtit. Lutja është biseda e përditshme me hyjin. Lutja është thelbi i jetës shpirtërore, një komunikim i vazhdueshëm me hyjin që forcon besimin dhe lidhjen tonë me të. Përmes lutjes i drejtohemi hyjit me falendrim, kërkesë, pengesë dhe lavdi. Lutja na ndihmon të marrim udhëzim dhe paqe në zemër, veçanërisht në sfida. Ato mund të jenë personale apo të përbashkëta. Si ta praktikojmë këtë në jetë? Duke vendosur për çdo ditë një kohë për lutje të sinqertë dhe të rregullt, në mënyrë në mëngjes, në mbrëmje apo gjatë ditës. Mu më kujtohet kur kam qenë i vogël, por dhe tash, kur bjente komuna për engjëllit të Zot, babi im për herë u nalte dhe lutte këtë urat, pa arsye apo nante, apo ishte duke ecur, apo ku gjendej, ai u nalte dhe lutte. Kjo është e nevojshme që hyji të jetë pjesë e jetës sonë. Feja nuk është vetëm fjalë, por veprim që vjen nga zemra. Veprat e dashurisë janë mënyra konkrete për të shfaqur dashurinë ndaj hyjit dhe ndaj njerëzve. Kjo realizohet duke ndihmuar të varfrit, të smurët, të vetmuarit, duke falur, duke qenë i durueshëm me të tjerët, duke vepruar drejt dhe me ndershmëri në jetën e përditshme. Si ta praktikojmë këtë në jetë? Duke kërkuar mundësinë për të ndihmuar njerëzit në nevojë, qoftë në familje, në lagje apo në bashkësinë fetare. Feja nuk është vetëm një çështje personale, por jetë në bashkësi me të tjerët që besojnë. Si mund të realizojmë këtë? Përmes pjesëmarrjes në mesh. Lutja, katekeza dhe aktivitetet në kish forcojnë besimin dhe bashkimin ton shpirtëror. Përmes bashkëpunimit dhe ndihmave ndaj antarëve të bashkësisë, e cila krijon një familje shpirtërore. Përmes angazhimit, besimtari jep kontributin e tij në përhapjen e dashurisë së Krishtit. Si ta praktikojmë këtë? Duke qenë të pranishëm dhe aktiv në jetën e kishës, ofrojmë kohën dhe talentat tona në shërbim të bashkësisë. Lutja, veprat e dashurisë dhe angazhimi në bashkësi janë 3 shtylla që mbajnë jetën e të krishterit. Lutja na lidh me hyjin. Veprat e dashurisë janë dora e zgjatur e hyjit, e cila vepron përmes nesh, dhe bashkësia na mbështet dhe na jep forcë për të ecë në rrugën e besimit. Kur këto 3 aspekte bashkohen, feja bëhet një realitet që ndryshon jetën tonë dhe botën tonë që na rrethon. Çfarë mëson kisha dhe etrit e kishës për lutjen, veprat e dashurisë dhe angazhimin në bashkësi? Kisha e ka vendosur lutjen si konkret të përditshëm, si kontakt të përditshëm dhe të drejt për drejt me hyjin, i cili është burimi i forcës shpirtërore. Etrit e kishës, si Shën Gjoni i Damaskut dhe Shën Gregori i Nazianzës, i përshkruajnë lutjen si frymarrje të shpirtit dhe domosdoshmëri për jetën shpirtërore. Lutja është edhe mjet i pendesës dhe ringjalljes shpirtërore, si dhe formë falënderimi dhe adhurimi. Veprat e dashurisë janë shenja të besimit të vërtet.
Shën Gjon Gojarti dhe Shën Augustini theksojnë se feja pa vepra është e vdekur sipas Jakobit 2:17. Dashuria ndaj të afërmit dhe shërbimi ndaj të varfërve janë vepra që dëshmojnë praninë e hyjit në zemrën e njeriut. Etrit i shohin veprat e dashurisë si pjesë të pandashme të jetës së krishterë dhe rrugë për të shejtruar. Angazhimi në bashkësinë fetare është jeta në trupin e Krishtit. Kisha është trupi mistik i Krishtit, ku secili besimtar ka një rol të posaçëm dhe ku bashkësia forcohet dhe mban të gjallë fenë. Etrit, si Shën Pali dhe Shën Ireneu, shpjegojnë rëndësinë e bashkësisë për rritjen shpirtërore dhe përjetimin e hireve hyjnore. Pjesëmarrja aktive në jetën e kishës është shprehje e besnikërisë ndaj Krishtit dhe mënyra për të ndihmuar në ndërtimin e mbretërisë së hyjit në tokë. Kisha dhe etrit e kishës na mësojnë se kisha, lutja, është frymarrja shpirtërore që na lidh me Zotin. Pra, siç kemi nevojë për frymarrje, ashtu kemi nevojë edhe për lutje. Frymarrja na jep jetën toksore, ndërsa lutja na jep është frymarrja e cila na jep jetën e përjetshme. Veprat e dashurisë janë dëshmi e besimit ton të gjallë dhe rruga drejt shejtërisë. Si të krishterë, jemi të thirrur të jetojmë me veprat e dashurisë. Angazhimi në bashkësinë fetare është mënyra për të jetuar fenë në bashkësi dhe për të ndërtuar bashkë jetën e kishës. Këto 3 aspekte janë të pandashme dhe formojnë jetën e plotë të krishterë. Dhe çdo krishter është i ftuar për të bekuar. Me qenë i krishter, do të thonë me qenë ai që bekon çdo njeri, pa arsye çfarë feje, pa arsye çfarë kombi, pa arsye çfarë race është. Fjala hebraike për bekim barach do të thotë të japësh dikujt forcë shëruese, mirëbërëse, t'ja dëshirosh dikujt të mirën. Të bekosh do të thotë t'i dëshirosh tjetrit pa kushte dhe pa kufi çdo të mirë, pa arsye çfarë njeriu është. Të bekosh do të thotë të thrasësh për kujdesin hyjnor dhe mbrojtjen e Zotit mbi një njeri. Të bekosh do të thotë të mendosh dhe të flasësh për dikën me mirënjohje të plotë. Të bekosh do të thotë të dëshirosh tjetrit fat e paqe, dritë dhe shërim. Të jesh i bekuar do të thotë të marrësh atë që nuk e ke fituar vetë me punë. Të jesh i bekuar do të thotë të jesh i dhuruar, i dashur, i pajisur me dhunti, i falur. Vetëm ai që është i dhuruar mund të dhuroj. Vetëm ai që është i bekuar mund të bekoj. Është e pamundur të bekosh dhe të urresh njëkohësisht. Të thuash të mira dhe të gjykosh në të njëjtën kohë. Jezusi thot në predikimin e mal, bekoni ata që ju salvojnë. Luka 6:28. Le të përpiqemi gjithmonë të bekojmë. Të bekosh është diçka shumë e rëndësishme. Nuk mund të bëjmë mjaft shpesh. Që kur zgjohesh në mëngjes, le të bekojmë njëri tjetrin. Sa është e bukur që në mëngjes burri ta bekon gruan ose gruaja burrin dhe prind fëmijët e tyre me ujë të bekuar. Të bekojmë ditën që kemi përpara,
të bekojmë prindrit dhe fëmijët, të bekojmë njerëzit që i takojmë, pa arsye feje, kombi apo race, në rrugë, fëmijët, në lojrat apo në shkollë, të bekojmë mësuesit, të bekojmë njerëzit që i takojmë. Me qeni krishter, dënë me thanë të jemi të bekuar, edhe me qeni bekuar, dënë me thanë të ndajmë bekimin për gjitha ta njerëz që i takojmë. I krishter, dënë me thanë, jam i bekuar dhe duhet të reflektojmë bekimin e hyjt. Në këtë mënyrë, Zoti ju bekoft, Zoti ju ruajt, Zoti ju përcjelt në jetën e përditshme, Zoti qoft përherë me ju. Qoft lëvduar Jezu Krishti.